Makineritë e rënda dhe punëtorët janë në urën e Vranidollit, në rrugën Prishtinë-Podujev. Por qytetarët nuk janë të kënaqur me ritmin e punimeve, ndërsa ankohen për probleme që po u shkaktohen në baza ditore. Ata thonë se po përballen vazhdimisht me pluhur, e në kohë të caktuar të ditës, edhe me kolona dhe vështirësi në qarkullim. Domthon këtu kalon 2-3 punëtor ishe është punë e madhe, që nuk është për 2-3 punëtor. Të spakut me hun normal me 2 ndrimi mu punu për mu përfundu. E vështirësi kemi shumë. Shumë kemi vështirësi, panomin e për puna, ka aksidente. Punimet këtu kanë nisur më 2023 dhe parashihej të përfundonin në tetor të vitit 2025. Situata e ngjashme është edhe tek ura në Luzhan. Edhe këtu, shoferët ankohen për dëmtim të veturave dhe të ambientit. Kemë edhe dëmtimet tjera, gjamat po na thejnë pigorve, kemë probleme shumë, po na kushtojnë neve si qytetarë më shumëti. Këto janë masat më të mëdha, edhe është shumë një kohë e gjatë që vish nga dalësime nuk merren, është tash tjetra Vranidoll atje. Gjithka kemë pengesa, është shumë problem për neve si qytetarë. Na myti plani, veç shif në sap, plan është. Në erë, në shi vjen ballë, pa veç kështu. Krejt menaxhuhet merra. Për mua është papunësi. Vin 3 punëtor, vin këtu në urë, rrin gjithë ditën e lumtur, se vesillen këtu. Kjo është që sa kohë është 5-6 muaj e ma tepër që sillen këtu, kur gjë është këtu. Mirë po ka prej tyre që ka një lloj mirë kuptimi për punët që po kryhen. Por pos urave që halos janë krye, është do gjonë rregull. Janë urat, ekzistojnë urat që nuk janë të kryeme. Është një gjonë normale kur të pengon kur është rrethi, është të punue. Gjithë cila çka të vjen, janë të punuar njëra mas tjetrës. Ministria e Infrastrukturës nuk ka kthyer përgjigje për televizionin se kur do të kryhen punimet në këtë rrugë.